Teksa prurit në kaskadën e Drinit shënuan nivele të larta si pasojë e rreshjeve të janarit, Korporata Elektroenergjike Shqiptare ka zhvilluar disa procedura shitje duke gjeneruar të ardhura për kompaninë. Sipas të dhënave të publikuar nga Kesh, në total janë zhvilluar 5 procedura përmes të cilave janë shitur rreth 180.000 megawatt-orë energji me çmime që variojnë nga 34.64 euro megawatt-orë, që është më i ulti, në 109.75 euro megawatt, që është çmimi më i lartë. Çmimi mesatar rezulton në 71.4 euro megawatt-orë, ndërkohë që në total janë siguruar gati 14 milion euro. Procedurat e zhvilluara deri tani paraqisin një kontrast të fortë me vitin e kaluar, që nuk ishte i mirë nga pikpamja e energjisë elektrike. Kjo për shkak të mungesës së rreshjeve që do të mundësonin prodhimin në hidrocentralat e Fierzës, Komanit dhe Vau të Dejes, duke detyruar kooperaten të zhvillonte 10 procedura blerje energjie me qëllim plotësimin e nevojave konsumatore. Kjo bëri që fatura totale për import energjie të shkonte në mbi 160 milion euro, duke nxjerrë edhe një herë në pa rëndësinë që ka diversifikimi i burimeve të prodhimit të energjisë. Kjo pasi aktualisht pjesa më e madhe gjenerohet nga hidrocentralet dhe vetëm një pjesë e vogël nga centralet diellore. Më konkretisht, rreth 94% e energjisë totale prodhohet nga hidrocentralet e kaskadës së Drinit, ato private dhe koncesionare, ndërsa 6% gjenerohet nga centralet fotovoltaike që janë në prodhim.